Çfarë ndodhi Selvie Jau se shpat kasapit brenda natës? Përplasja e Adelina Tahirit. Ndarja tragjike nga jeta e shpat kasapit shkaktoi një valëzie, por njëkohësisht nxori në pasjelle të diskutueshme që ndezën debatin në rrjetet sociale. Fokusi i kritikave u nda në dy fronte. Vëmendja u përqendrua te partnerja e këngëtarit, Selvie Jau. Edhe pse në zi, profili i saj në Instagram përjetoi një rritje të paprecedent, duke shtuar mbi 20.000 ndjekës brenda pak orësh. Ky fluks i shpejt i kuriozitetit publik në një moment kaq intim dhe tragjik ngriti pikpyetje serioze rreth etikës dhe normalitetit të reagimit të publikut online. Nga ana tjetër, mikesha e kasapit, këngëtarja Adelina Tahiri, u sulmua ashpër pasi ndau një foto nga një darkë në Instastory ditën e tragjedisë. Ajo u akuzua se nuk po tregonte respektin e duhur. Tahiri reagoi me ashpërsi, duke dënuar sjelljen e dyfisht të publikut. Ajo theksoi se shumë nga kritikët e sotëm ishin ata që deri dje shanin dhe ofendonin këngëtarin. Me një mesazh të fortë, ajo denoncoi hipokrizinë, duke thënë se njerëzit shpallën heronj vetëm pasi vdesin, dhe se dhimbjen për mikun e saj do ta mbante pavarësisht gjyqeve publike për një foto.